Ndonë se Partia Demokratike dhe Partia Republikane kanë arritur një marrëveshje paraelektorale ku Republikanët u tërhoqën nga kandidatura e Agron Dukës në Durrës. Kryetari i PR-s Fatmir Mediu tha se në këtë proces u luajt në mënyrë jo të ndershme. Gjatë punimeve të asamblesë së PR-s, kryetari republikan Fatmir Mediu tha se kjo çështje tashmë është e kaluar, por shfaqi pakënaqësi për kandidaturat që zgjidhen e që nuk vinë nga qytetet përkatëse. Megjithatë, kjo është histori tashmë e tejkaluar, falë qëndrimit vetë zotit Duka. Është një histori e tejkaluar, po e lozur politikisht jo në mënyrë të ndershme, por siç tha zoti Duka, ne kemi bindjen se është e rëndësishme që situata të ndryshojë, të fitohet bashkia e Durrësit dhe bashkitë tjera, dhe ne do të japim kontributin tonë pa diskutueshëm. Partia Demokratike të angazhohet në plotësimin e detyrimeve të kësaj marrëveshje para regjistrimit të kandidatëve në çdo bashki deri në regjistrimin e tyre përfundimtar, në mënyrë që të shmangim çdo vendim i cili mund të ishte i njanshëm. Opozita dhe Partia Republikane do të zhvillojnë fushat në çdo fshat e qytet për të dëgjuar zërin e çdo qytetari, tha krye republikani Fatmir Mediu. Debati duhet të fokusohet tek e ardhmja dhe jo tek e shkuara, e cila është loja e qëllimshme politike e Edi Ramës, i cili përpiqet qëllimisht të formojë çdo gjë dhe ta keq përdor atë. Ndërkaq mësohet se nga kryesia e Partisë Republikane kanë dhënë dorëheqjen nën kryetarin Eridan Alibali, si dhe sekretari për çështjet politike Olsi Baze. Largimi i tyre është justifikuar me një tërheqje personale nga politika.